حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم طحاوي رحمة الله عليه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Imam Tahawiu rahmetullahi alayh në lidhje me definicionin e imanit. Krejt njerëzit këtë dynja e dinë se iman besim është në besuar Allahun. Por definicioni plot i imanit, i besimit, në këte kanë diskutu bajagi shumë, që nga koha e hershme është për qëllim gjeneratat e para të muslimanëve. Dhe është një temë mjaft e ndihshme, për të cilën është diskutuar gjatë, por është edhe aq shumë e rëndësishme, sa që nuk bën asnjë musliman mos me pas parasysh apo njohuri të përgjithshme sa do pak të vogla rreth kësaj teme, se çka është imani, besimi. Se njeriu as ka në xhenet veç me besu Allahun, kur në jetën e vet pa thonë la ilaha illallah, dhe kur në jetën e vet pa punu asnjë punë të mirë, për Zotin e besoj. Por ja që as nuk shqiptoj, nuk e shqiptoj me gojë, nuk e dëshmoj, e as nuk e praktikoj asnjë punë që urdhëroi çaj Zot, që ky e besoj, apo nuk di të më ndal për ndonjë punë të keqe të ligë që ai Zot që ky e besoj ndaloj apo e urrejtja punë. Pra është temë mjaft me rëndësia. Shka njeriu në xhenet vetëm me zemër, apo mjafton t'ja shtoj imanit, besimit në zemër, edhe fjalën me gojë, thot në herën jetën e vet, apo qoftë 1.000.000 herë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dhe kaq. Ajo që ka në zemër, i jashtë edhe në shahadet me gojë një dëshmi. Edhe më fund. Apo imani e ka dhe një shtyllë tjetër të pandashme, e që është atë që ka besuar zemra dhe ka shqiptuar goja me plot bindje, do ta me punu praktik. E kje fundit është hak, dhe është definicion e imanit dhe i besimit, të besuarit me zemër të plotë se Allahu është një, i pa fillim, i pa mbarim, i vetëm, nuk ka rival, nuk ka shok. Dhe që shkemi folë deri me tash, sa i përket besimit të drejt në lartë madhërinë të madhe të Allah, se fuqia ti është e paskajshme, sa i furnizon, sa i ngjall njerëzit, krijesat, ai i vdes, e tjerë të ke përkasin të madhe të Allah, Azza wa Jall. Me besu me zemër, e pastaj me shqiptuar me gojë, e që është shahadeti. Për atë arsye ne kur themi e ka thonë filani shahadetin,
Dhe me thonë, e ka besu s'parin zemër, pas të e ka thonë shahadetin me gojë, atë që e besën në zemër, sepse veç me zemër me thonë, apo me njoft veç me zemër, e ka njoft edhe iblisi Allah. Edhe njef edhe sëtë. Kush mundet me thonë këtë dynja, se iblisi me zemrën e vetë, nuk e njef Zotin që është një. Edhe krejt dreshnët e tjerë, lozët e ti, e njofin Allah. Bile ka dhe prej njerëzve plët, edhe jo musliman të cilët janë, natyrisht, për jo musliman për flasën që e njofin Zotin që është një, por nuk e krym punë. Për ata themi me shqiptue shahadetin, e kur ta thot diku shahadetin, ne e lidhemi shahadetin e ti me zemrë me imanin e ti. Për ndryshe vetë shahadeti, pa iman zemrë, e thëjnë edhe munafikat. E kanë thonë në kohën e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, se Abdullah bin Ubej bin Seluli, krejë munafikëve, dhe grupi i tina. E thëjnë edhe sëtë, dhe gjithë mund ka me pas munafikat deri në kiamet. Aje pun është e kryer. Gjithmonë, trilloj njerëzish kanë me egzistu sa të egzistoj dënjaj. Musliman, hak, e tani kja hak dallohet, se të lasën pak ma vanë, pra musliman, që farë e që futen mushrikët, idhujtarët dhe ehlul kitabi, idhëtarët të librave të shajta, dhe grupi i tretë është hipokritët, munafikët, të cilat të tri grupe ne ka cekur qartë Allahun në fillim të Koranit surës Bekare tje. E ka filluar me njëherë fillimin e surës Bekare me këtu tri lloje njerëzish. S'ka lloj të katërt njerëzve në këtë dynja. Pra, këtu kanë qenë, janë dhe do t'jenë deri në kiamet. Ajo që kanë interesën për momentin, ne thot shahadetin, por në zemër se ka. Ne mund gjykojmë, edhe nga njëherë ne imponohet të gjykojmë se është musliman, për derisa thamë shahadetin, por të Zotin nuk ka musliman. Sepse se ka me zemër. Pra a mjafton vetëm këtu dy shtylla, të besuarit me zemër, të shqiptuarit me gojë gjithsesi thënia e shahadetit, apo do të mjaftu edhe shtyllën e tretë, si mbas ehli sunetit, e që është të vepruarit me gjymtyr. Me vepru që ato çka e ka urdhëruar ligjvënësi, apo ka nxitur të, si që janë ibadetet, namazi. Pse musliman qonë me falë namazin e në sabah e prishin që? Sepse dojnë me krye me veprat e tyre, me gjymtyrët e tyre, ata që e besojnë me zemër, dhe kanë shqiptuar me gojë, për me kanë e plot dhe shëndosh dhe valid dhe pranueshme të Zotit që a iman. Për atë arsye, vinë pastaj ndëshkimet, pasojat, kërcënimet, e atyre të cilët i lojnë punë të mira se namazin për shembull. Sepse ai përderisa e lën namazin, a ka këthat e kam besuar Allahun, dhe shqipta shahadetin me gojë, a i sikur se po e rënën që ato që e ka ndërtu, apo sikur se nuk e ka bashkëpërime që ato që po pretendon se ka besu. Pra, definicion e ehlus sunnetit, pa dashur me u zgjeruar shumë, se është temë shumë e gjanë, për i temave më të gjëra në tauhid, në akide, është çështja e definicionit të imanit. Është ndër çështjet më të gjëra. Pra pa themi, pa zgjeruar shumë se imani është me tri shtylla, definicioni imanit, të besuarit me zemër, të shqiptuarit me gojë, edhe të punuarit me vepra atë që ka urdhëruar i madhi Allah. Azza wa Jall. Apo ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa nënën tjetër edhe largimi i saj që ka ndaluar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Simbas ehli sunnetit, Allahu i madhëruar e ka lidhur shumë besimin, imanin me vepra. Dhe se Allahu besimtarët e mirë i ka përshkru me cilësi tjera për pas imanit. Ku me gjithë ndonjë ajet në Koran, dikun, i cili thët e kanë besu Allahun pikë, edhe kaqë. Veç besa, e mo, qka? Por gjithmonë, Allahu i madhruar, prej fillimin dhe në fund, i shef ajetet koranore, të cilat thojnë, besa, po në, kanë besuar, kanë punuar, e kanë vepruar këtë, e kanë vepruar atë, janë ndaluar nga kja, janë ndaluar nga aja. Pra i përshkruan Allahu besimtarët e sinqer, besimtarët e vetë, që dënë me që unë gjenet, me cilësi tjera shtesë, për pas imanit. Për shamë surat al-Asr, kaptin e plot, wal asri inna l'insana lafi khasr. Illa alladhina amanu, për pas atyne që kanë besuar. Pik, jo, vahmilu salihat, dhe kanë punu punë të mira. O të wasau bil haqi, o të wasau bis sabr. Edhe i kanë dhanë këshilla njëri tjetrit, janë këshillu, i kanë ndihmu, e kanë përkrah, e kanë forcu në punë të mira. Po edhe në sabër, edhe në përdjusim punë të dinit. Këto vepra nuk e veç fjalë kjo, nuk është ashtë besuar. E besuar ila alladhina amanu, ata që kanë besu. Pse nuk e ndërprejti Zoti, po i përshkrujti edhe me vepra të mira. Apo, tha Allahu azza wa jall, inna alladhina qalu rabbuna Allah, ata që thanë Zoti jonë është Allahu, pikë. Nuk ka përfundu me kaqë, jesë ka qitë piken, thumë staqamu, pastaj janë përqëndru në ata që kanë besu. Janë përqëndru në fjallë, janë fokusu shumë, janë kapë fort për ata që kanë besu dhe kanë shqiptu me kuj. Istaqamu, dhe me dhe në tarikë mustaqimi, kanë gjikë rrugën e vërtet. E pastaj, dhe të nëzzelu alejhimul me lajketu, ta shfrytet e besimit dhe punës. O zbresin atyre me lachet në momentin e vdekjes. Alla të khafu, alla të hzenu, edhe u thonë atyne, para se ma marrë shpirtin, asë mëse totni, asë mëse mërëzetni. Rezultat e imanit, por edhe amelit të mirë. E Allah e madhruar, ka ditë me thonë ata të cilët kanë besuar, u zbresin me lachet, momentin e vdekjes edhe i përgëzojnë edhe ne i qëjmë nesër në xhenet. Por kanë besu dhe janë përqëndru, janë fokusu shumë në rrugën e të madhët Allah, azza wa jall. Apo ka thonë Allahu, o tilke l'gjennetu leti uridhtumuha, bima kuntum ta'melun. O thuhet Rabbet Zotit në xhenet nesër, dhe ja, këtu janë xhenetet, të cilat ju i trashëguat, bima kuntum ta'melun, si rezultat i punëve, veprave të juve që i keni bërë këtë. Zbohet pa vepër. Pastaj, ajetet tilla sot të dush, po edhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për shembull, pejgamberi thotë: "Qul amantu billah, thumma istaqim." Thuaj kam besuar Allahun, e pastaj istaqim, përqëndrohu, fokusohu në tariqul mustaqim, në rrugën e drejtë. Puno, vepro në atë që të ka urdhëruar Allahu dhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Apo hadithi që të gjithë musliman gati se e din, el imanu bid'un wa sab'una shu'batan, imani 70 sa pjesë. Me lartë atyre, me çmuar dhe me vlefshme, la ilaha illallah. Me ultë atyre, largimi ndonjë pengese, qoftë një therr apo guri, nga rruga për imanit, ajo është vepër. Edhe pastaj fundi hadithit wal haya'u shu'batun min al iman. Edhe marrja është pjesë e imanit. Pra i cekit 3.
La ilaha illallah e para në kulminacion. Pjesa më e kryesore më e rëndësishme e imanit. Pas ta besosh në zemër, me thonë la ilaha illallah. Dhe pastaj e ceki tjetrën më të voglen. Largimin ndonjë pengese nga rruga, ajo është vepër. Wal haya'u min al iman, dhe marrësh prej imanit. Vet shprehja e hadithit, se është në 70 e sa pjesë, jep me kuptu se imani nuk është vetëm të besuar, po është të vepruar, sepse të në këto 70 e sa shkallë, grupe, pjesë, quj si dush, janë të vepruar. Dashuria për Allah, urrejtja për Allah, mbështetja në Allahun, e namaz, e zeqat, urdhresa për të mirë, ndalesa nga e keqja, respekti prindërve, dashuria pejgamberit, alayhi salatus, të me vepru, leximi Kuranit, të në ibadete, të në vepra të cilat muslimani afrohet me to te madhi Allah azza wa jall. Pra Allahu përpas imanit kërkon nga ne edhe vepër punë. Dhe kjo i bashkangjitet definicionit të imanit të vepruarit. Është edhe një pikë tjetër shumë më rëndësishme gjithashtu. Imani dhe pjesë e definicionit që besa, edhe pjesë e definicionit, imani është të besuarit në Allahun me zemër, të shqiptuarit me gojë, të vepruarit me gjymtyr dhe shtohet imani me veprat mira dhe dobësohet me veprat liga. Pra pjesa tjetër e imanit, e definicionit e imanit, është se imani nuk është gjithmonë njëjtë. Nuk është njëjtë, por imani forcohet dhe imani dobësohet. Imani forcohet, apo thuj ndashtohet, me veprat mira, me ibadet, me namaz. Kush është ai që mohon këtë dynja, se kur e fal namazin, nuk e ndjen veten më të fortë, më të lidhur me Allah, më afër Allahut. Kush është ai musliman këtë dynja, i cili kur agjeron qoftë një ditë për Allah, se lemu një muj ditë Ramazan, nuk e ndjen veten më të afërt te Allah. Kush është ai musliman i cili shkon në viziton shtëpinë e Allahut, e bën haxhin e nuk e ndjen veten se është fort afër Allahut. Azza wa Jall. Ai që lexon Kur'an, ai që mbështetet Zotit, ai që bën dhikr, ai që shpreson të Zotit shumë, ai që don Allahun shumë. Sa më shumë dashur Allahun e ndjen veten se është më afër Allahut. Sigurisht e ka me vete tamam. Shkollat e hadithit që nëse adhuro Zotin, sigurisht me pa. Me vete. Dhe duke që Allah të pëjflet dhe Allah të i pëjflet. Për i dashurisë të madhe që ka ndaj Allah të Zotit. Dhe vjen marrë me bo ndonjë të lig, edhe të lig të vogël, se Zotit e shef. Nuk diskutohet se njeriu në këto raste imani ka më të fortë. Dhe në të kundërtën, kur e bën ndonjë punë të keqe, përballë punëve të mira që bën punë të keqe, e që nuk prashtot mundësia, dhe muslimani bën punë të keqe. Cili musliman nuk e njeh veten se ajo është e keqe, edhe se është largu pak prej Zotit, pak apo shumë, edhe se i shkon menja mos pe hidhrohet Zoti, mos pe dënon Allah, bile edhe kur të gjon ndonjë bela sa dhe vogël, nalet thot për gjunave të mia. Nashta që gjuna që bona që Zoti më një herë për dënë më mdënu, apo më hakmarë. Pasoj e gjunave. Se dhe që tjetë, ehli sunneti, shumica absolute tyne, janë të mendimit se imani shtohet dhe pakohet. Dhe ajetet për te janë të shumëta hadithet, po dhe fjallët e ulemave të selefve, dhe të atyre që kanë ardhur pas tyre, deri se dhe kësaj dite, edhe që besa dhe të musliman të rëndëmt, që thash pak më herët.
Ka thënë Allah Azza wa Jall: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله فيلم سورة الأنفال مسلمان të vërtetë janë ata të cilët kur përmendet Allahu wajilat qulubuhum u dridhen zemrat e tyre o idha tuliyat alehim ayatuhu dhe kur lexohen atyre ajetet e Allahut Kur'an zadatuhum imana ushtohet imani u forcohet imani dhe në Allah në bështetan, thëtë Allah ta që falë namaz, e vënzë qate dhe kështë më radhë, për ta ka lumëtërie, ka rëzk në gjennet e ka kështë më radhë. Pra, ushtohet imani, për thëtë Allah. Ushtohet imani. Pra të arsye Ibn Kathiri, rahmetullahi alejhi, si për komentatorëve më të famshëm të Koranit, në këta jetë e koranore, thëtë, kjo ajet koranore është një për argumenteve shumë të forta, me të cilën kanë argumentuar ehli sunneti, seleft dhe ata që kanë ardhur pas tyre, se imani shtohet dhe pakohet. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jalla gjithashtu: "Wa yazidu alladhina ihtadaw hudan", edhe ata të cilët janë udhëzuar u shtohet udhëzimi. Domethënë forcohet imani. "Wa yazdadu alladhina amanu imana", edhe ata që kanë besuar ushtohet imani. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah është ai i cili ka zbritë freskinë, qetësinë, prehjen në zemrat e besimtarëve. Li yazdadu imanan, që të forcohet imani, shtohet me imanihim përpas imanit që kanë. Po dhe Allah më të forcoj imanin hala, dhe të forcon, dhe të qenë një prehje shpirtërore. Dhe ka thënë Allahu: "Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Dhe atyre u tha njerëzit, është fjala luftën e Uhudit, pas asaj disfatet që pësuan muslimant, edhe asaj mëlisje, dhe plëkshtije, dhe mërzije që i ka plej, se bën një gabim që ju kushtoj, dhe u dërmun edhe nga ana fizike dhe psiqike. Tash qatë lodhit kulminacionit, o thatë dikush se që fartë mas kodrën të pu sërësht për dojnë me ju sëlmu. E Allah përshkruan gjendjen e tyre pastaj. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. E kur thanë aty nëse njerëzit janë të buar dhe po dojnë me ju sulmu juve, këtyne vetë sa ju shtu imani hala. Vetë sa ju shtu imani. Dhe thanë kome në mjaftan neve Allahu Azza wa Jall, pra u riorganizun dhe u forcun musliman të erdhe një forcë madhe prej Allahut. Ju shtu imani atyne. Dhe vendesen derin fund me vdek, nëse është nevoja, edhe njëherë por nuk bëni vaki, sepse që fart nuk erdhen, por ishte vetëm rran, zëj rrejshëm, edhe shkun që fart. Por qëllimi jonë, qëllimi ajeteve këto është se Allahu e cikë që sahabe ju shtuë iman. Dhe tha shumë ajete tjera koranore. Po edhe për hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshkruar gratë, kanë thënë atë gratë janë naqisatul aqli wa din, edhe meti kanë pak më të vogla, po edhe dinin e kanë pak më të vogël. Që është dini më i vogël? Imani pak më të vogël. Dini jo një, imani nuk e kanë njëjtë. Ose, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nuk ka besuar askush derisa mos jem të ai më i dashur se sa
vetja ti, prindi ti, fëmiu ti dhe këtë njerëzit. Nuk ka besuar askush fjala me besim të fortë. Për ndryshe nuk mëna me qujt qafër njeriu në cilë e dënë vetë vetën më shumë se krejt dynjan. Sepse pejgamberi nuk e ka qujt qafër Omerin, kur Omeri ka thonë pejgamberit tja Resulullah, du më shumë të më shumë, veç vetën e du më shumë se ty. Për ka thonë, ja, se pas ka dash sa dohet, ama nuk e ka akuzu me kofër Omerin. Sa të thotë se imani shtohet, edhe imani pakohet. Sa më shumë e dash pejgamberin, alayhi salatu wassalam, aq më i fort i në iman. Dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان. Tri gjëra ai cili ka, ati është plotsu imani. Insafun min nafsihi, me vepruar drejt me vetveten e tij. Wal infaqu min iqtar, dhe me dhanë edhe kur është fukara. Wa badhlu salami lil alimi, dhe mi dhanë me shpërnda selamin dhe paqen njerëzimit. Dhe shumë hadithe tjera të cilat flasin të se muslimani më rri një shkallë kur është janë imanin, apo runa zëtë më bëndu një gjëna kur dëpsohet imani, se është hadithi lazni zani, hine jezni wa huwa mu'min, nuk bën zina qari kur është duke ba e që është musliman besimtar. Nuk del pe kofrit, nuk del pe dinit e në kofraj. Sepse ati ja falëm gjenazën, e shtina më rrezat muslimanëve, lutemi për te, a nëpse ka vdek të bo zina. Dhe këte kemi komentuar më herë dhe ajet hadithet në gjajshme. Por o fjala imani tina është dëpsuar shumë poshtë. Nuk është mu'min besimtar i vërtet, se në pasim besimtar i vërtet dhe me pa mkatin e zinas, a i se kish ba, por imani dëpt e ka lejuar atë me bëhat të mkat. Edhe prej fjalët ulemat të selefëve janë të shumëta dhe janë shumë të qarta në këtë çështje. Për shembull ka thënë Abu Darda radhiyallahu anhu, prej fiqhut, prej ilmit, prej dijes, prej mençurisë së robët Zotit, është me kontrollue imanin e ti, apo i shtohet, apo po i pakohet. Kontrollu. Dhe prej fiqhut, prej dijese, robët Zotit është me kuptue mirë se imani shtohet dhe pakohet. A shef e po dërdan, kontrollu vetë vetën, që shiki punë me Allah. A i ki ma mirë se dje, apo ma lekt. A të ka forcu imani, apo të ka dopsu. Edhe këtë në evrim, subhanallah, evrim me njerës, të rëndëm. Dhe unë me njëherë cilë, se i thëmë, kjo është e imanit. Kur nga njëherë, lëzët dhe motrat, anë kohën, se ju ka dopsu imani. Kjo është prej fjales e Abu Dardas. E ndje në shpirtin e vesër të qkanë, nuk i ka punë të mirë me Allah. Kjo është e imanit, që për kontrolon vetë vetën e vetë. Dhe me thonë nuk është gafilaj. Sepse kundër të asaj, mos fillon me kontrollu vetë vetën kur. Dhe çfarë gjendje ke imanin? Runë asë deri sa të nxeh vdekja, dhe shef s'ka kanë kërkun. Por gjithmonë do këtë mirë, shumë mirë, shkëllqyshën gjithmonë. E muslimani jo. E kontrollon vetë vetën, imanin e vetë. Ku e kam? Qysh e kam imanin? Qysh e kam lidhet me Allahun Azza wa Jall? Omeri radhiyallahu anhu shumë herë thënë të shokëve të tij, helumu nazdadu imanen. Hajdeni, pojmë laf, e rrim, e bisedojmë dhe shtojmë imanin, na forcohet imani. Nazdadu imanen, e janë ju njerëz. Të konsultohëm diçka me zveti, e të në mësat dikush diçka, e të në thot dikush diçka në i fjallë të mirë, që në forcon, në shton imanin, dhe pastaj e kujtonin Allahun Azza wa Jall. Abdullah ibn Mas'udi
për duave ti të cilat i bënte, thënë të Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha, dua e madhe kjo Abdullahit është, radiallahu, o Zoti jon, namaz, po jashtë namazit, natën e ditën, o Zot, shtana imanin, shtana bindjen, yaqinin, bindjen, edhe shtana dijen, fiqhun, të kuptuarit e halalet haramit, të kuptuarit e dinit hak, shtana imanin, besimin, shtana bindjen e fort, dhe shtana dijen e Zot. Pra forcana imanin e Allah. Dhe kjo po kuptohet se Abdullah ka pasin kryt dhe mendjen e tija dhe bindje se imani ka mundësi më shtu, ka mundësi më dëpsu. Për atë apelut Allahun Azza wa Jall me forcue imanin. Është një çështje tjetër, kjo është se përket definicionit e ehli sunnetit dhe xhamatit. Nuk dashtu me cek fraksione tjera përmes me koklavit çështjen, se për neve më rëndësishme kuptu veç hakun, dhe më vazhdonte. Imam Abu Hanifa rahmetullah alaihi dhe këtu e ka thënë Tahaviju dhe lexohen në gjuhën arabe se baza e imanit është një. E pastaj shtohet me punë të mira edhe dobësohet me punë të këqija. Të kjo baza e imanit është një, imanin në bazë është një, imanin në bazë, në esencë është një, nuk kanë pajtu me të fort ulemat e tjerë bashkahës të Abu Hanifës. Të se ka thonë i pare Abu Hanifja, e ka thonë Hamadi, shekhi tina, huajja i ti, e pastaj për ti e ka marrë Abu Hanifja. Por nuk është kuptu mirë këto Imam Abu Hanifja rahmetullah alaihi, sepse kur të këqërsh njëjtë është mendimi i tij me mendimin e ulemave të tjerë, sahabëve, tabiinëve, imamave të tjerë, për pas komentimi dhe interpretimi i tij na ndryshon. Imam Abu Hanifja kur ka thonë se njerëzit në esencë, imanin në bazë në esencë është një, ka për qëllim se njëri jashtë besimtar ja qafir. Ai është iman, e tani është iman sa zerja, është iman e sa Gjibrilit, iman e sa Abu Bekrit, është çaj që dallohet me amele dhe me vepra. Për shembull, kur themi se njerëzit janë me sy shofin dhe filan është i verbër, këta shofin psa. Kjo është që është i verbër, po kuptohet. E këta që shofin, a shofin ta njëjtë? Apo këta ndëgjojnë? As nuk shofin njëjtë, as nuk ndëgjojnë njëjtë. Dhe këtë dynjojnë e din, çdo njeri me logjikë që ndosh, se njerëz ata që kanë si shofin, po nuk shofin ta njëjtë. Dikush ka sy të shumë preht. Dikush sheh më afër, dikush është me syza, dikush tepër me vështirësi, të majt ka pak dhe të i turbullu gjanat. Apo themi njerëzit e menqur, e filan është të qmendur, këta janë të meqëm, e sa njeri i meqëm më budalt njëtë në kohë. Po së në thuj qmendur në tina ti. Por quhen të mequr dhe dynja e din, sa të dallojnë me zvetin e esens nuk e njëjtë. Por futën në definicionin e të menqurve. Ta shi menqur që me dalë për dire, del për dritare. Po së në thuj qmendur në ti. I meqëm që atë me këpusë në gjami thë të sënet më falë, se pejgamberi falë ma. Ati së në thuj që mendur. Dhe simbas kësajna, simbas nurit imanit që kanë zemrën e vetë, pra ata kanë nuri, njerëzit, kanë iman, sa do pak, edhe kanë nuri dhe dritën nesër ditën e gjykimit, pra të arsye edhe në këtë dynja, a i cili ka sa një grimë së nurit imanit, e ka besu Allahun, po qaq dëpt është, po e ka, po se pa ta më del kufër. E ka një pjesë të imanit, sa qaj nuri, qaj pjesë e gjizë, e nuri tina, gati sa nuk vrejet fare. Dikush i vrejet imanit ti ma shumë, se nuri tina imanit zemrët ti ma shumë.
derisa nuri imanit t'i shkrin edhe dyshimet edhe çdo sen t'i shkrin për para. Se le sen mi afru. Sepse nuri imanit është i fortë. Dhe nuk diskutohet haramet, nuk diskutohet që besa që është dyshimta, se nuri në imanit e ka i të fortë. Nga që kontest, dallojnë në ditën e gjykimit. Për ata sy njerë, si mbas këti imanit që kanë këtë dënja, në gjallën edhe iman me këtë dritë dhe këtë nuri, me këtë iman ditë kiametit. Edhe atje ka për njerëzve, që imani për besimtarve, imanin, nuri imanit, heri dhezet, heri shymet. Heri dhezet, heri shymet. Ka për tyne që i dërqan nuri shumë, sepse ka pas iman të fort në këtë dënja. Pra, Ebu Hanifja asnjëherë nuk e mohon se imanin nuk shtohet dhe nuk pakohet me amele dhe me vepra. Dhe asnjëherë nuk ka për qëllim se njeriu vetëm të besojë të thotë shahadet e futet në xhenet pa punu ndonjë vepër të mirë. Dhe kanë thënë se çështo në çet kontest komentojnë edhe hadithet, të cilat tregojnë se ai që ka sa një grimc iman ka me hyrë në xhenet. Pra e ka esencën e imanit ai. Po e ka nurin shumë të vogël të imanit. Edhe ai pe gjënavet shumë ta që i ka, ai do të hyjë në xhenem, është në mëshirën e Zotit. Po herë kur do ka me dalë prej xhenemit, përballë këtij i cili ka nurit madh të imanit. Se të që tjetë, aty ka pak edhe fjalë filozofike, e jenë edhe mendime tjera të disa fraksionive tjera që asë që ja vlen me i cek, e që i ceka pa emna në fillim, jo është besorit me zemër, jo vetëm të shqiptarit me gojë, jo vetëm me njoft Allahun, asmës, vetëm me njoft me ditë që është në Zot dikon. Po në Zot dikon e kanë dinë munafikat, e dinë Firauni ka ditë, e dinë Iblisja. Aty në mi thanë se musliman, eudhu billah, Allahu në forcoft imanin, dhe në shtohet veprat e mira, dhe në veprat tyre të cilat që kanë Abdullah ibn Mesudi, Allahu në shton imanin, yaqinin, bindjen, edhe fiqhun, ilmin. Allahumma amin, wallahu alem, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa